Para të Omer ibn Khattabi e pyet vetën e tij dhe i thot: ja Omer, ti që i pedon në vetën tonë ma shumë se të dashurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kush është ai i cili të tregoi rrugën e vërtet? Kush është ai i cili u bë sebeb dhe shkak që dule prej errësirave dhe të qiti në dritën e imanit? As është ky njeri që është prezent para te? Mos kishte qenë ky njeri, ja Omer ende ishe në atë gjendje siç ki qenë më parë. Për atë kush është më parsor që të duhet, a vetja jote apo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Pra do ledhë të ndërshëm, ne e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ai shkak që neve sot e kësaj dite, edhe pse në ata nuk e shoqëruam, edhe pse ata nuk e takuam, mirë po mësimet e tij vazhdojnë deri në ditën e gjykimit, udhëzimet e tij vazhdojnë edhe për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Pra e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka se u bë shkak neve që të na shpëton nga errësirat e kufrit, të na shpëton nga errësirat e shirkut dhe të na çet në dritën e imanit. Para të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duhet gjithashtu në zemrët tona, nga se bota e civilizimit sot kur nuk din me morë taharet, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam para 14 shekujve na mësoi kolmin e pastërtisë dhe emancipimit dhe përparimit, kolmin e qytetërimit. Pejgamberi Allahut, pejgamberi njeriu i shkretinës ja mësoi mbar njerëzimit, derisa disa dhe jo besimtarët e pohuan këtë dhe thanë se njeri më i madh i mbar njerëzimit tash Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më shumë se 1 miliard njerëz e pasojnë Budhën, nuk din asgjë për biografinë e Budhës, ndërsa muslimanët që e pasojnë pejgamberin Allahut çdo sen janë të regjistruar. Para do ledhë të ndërshëm firja dhe sharja dhe ofendimi pejgamberit Allahut boron nga zilia dhe xhelozia, që ne pa të nderin që Allahu të nënderon, që të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ata u privuan nga ky nder. Para do ledhë të ndërshëm ne e shoh për çdo ditë ku na shfaqen njerëz të cilët ndoshta pjesën më të madhe të jetës e kanë kaluar në islam, kur të përqafojnë islamin dhe kthehen dinën e Allahut, e gjejnë lirinë, e gjejnë rehatin, e gjejnë emancipimin dhe qytetërimin dhe përparimin. Para do ledhë të ndërshëm ne e dojmë pejgamberin Allahut, nga se kemi dëshirë të ringjallim me ta. E në njeri të pejgamberi Allahut tha: ja Rasulullah, o i dërguari Allahut, tha kur do të bëhet kiamet? Tha çka ke përgatit për kiametin që po pit kaq shumë? Tha nuk kam përgatit shumë vepra, vetëm se e du Allahun dhe pejgamberin Allahut. Tha njeri ringjallet me atë që e don. Thotë Enes ibn Malik, nuk ka pas gëzim më të madh në Medinë pas ardhjes pejgamberit Allahut në Medinë se sa ku na përgëzoi pejgamberi Allahut dhe na tha se njeriu ringjallet me atë që don. Pra unë e du pejgamberin Allahut, e du Ebu Bekrin dhe Omerin, edhe pse si kam veprat si ata, shpresoj të ringjalle me ta. Para do ledhë të ndërshëm Thaubani, njani që ishte rob i pejgamberit Allahut, e pastaj pejgamberi Allahut e liroi. Dhe po një ditë pejgamberi Allahut, si transmetohet me një transmetim Thaubanin të mërzitur që i kishte ndryshuan edhe ngjyra e fytyrës. Dhe i pyet pejgamberi Allahut, thotë çka ke ja Thauban? Vallë mos je i sëmur? Tha jo ja Rasulullah, jam i sëmur, mirë po jam i pikëlluar, i mërzitur. Çfarë të mërziti ja Thauban? Tha isha në shtëpinë time, tha mendova se kemi me vdek të gjithë, dhe ti ke me shku në xhennet me pejgambert e Allahut, ke mo lartësu lart në xhennet, e nëse im dhe na në xhennet, nuk do të shohmi ty ja Rasulullah, se ti lart e na poshtë, apo ndoshta edhe nuk him xhennet, ndërsa ti në xhennet. Wallahi tha në këtë dunja, tha kur përmallohem për ty ja Rasulullah, tha nuk mund të më zën gjumi deri në mëngjes, deri ta shoh fytyrën tonë. Tha për ata kjo mbërzitje dhe mbregos, ka se s'ki kena mundësi të privomu nga fytyra ite dhe shoqërimi jot. Atër Allahu Azza wa Jall dërgon Gjibrilin a.s. që Allahu e zbret një ajet në Kur'anin e Kerim, që të lexohen dhe në ditën e gjykimit, ku thot Allahu: wa man yuti'i Allaha war Rasul, ata që e respektojnë Allahu, ata që e besojnë Allahu, ata që e nderojnë pejgamberin Allahu, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alejhim, ato do t'jem me ata që i kanë nderuar Allahu.
Kush është ata që i kanë nderu Allah, pa tjetër me qenë nga këto 4 grupa të cilët i ka përmen Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim. Fa ulaike me alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Do t'jenë me pejgamberët e Allahut, do t'jesh komshi dhe fëqinj i pejgamberit Allahut, o ti dashamir i pejgamberit Allahut, o ti që i natosët për pejgamberin Allahut, që e mbron derin e pejgamberit Allahut, pas vdekjes së tij, nga se thot Allah në Kurani Kerim, illa tansuru faqad nasara Allah. Nëse ju nuk dilni në mbrojtje të pejgamberit Allahut, Allahu Azza wa Jall ka më ndal ndihmë. Pra nuk hum pejgamberi Allahut, deri pejgamberit Allahut nuk ka mundësi të mëkambe të nënvlerësohet. Mirë po Allahu Azza wa Jall na sprovon që na shofe a vërtet e dojmë pejgamberin Allahut, ma shumë se sa i dojmë familjar ton, nga se thonë të pejgamberi Allahut, s'ka besu si duat as njeri nga ju, deri sa ti jemi dashur të aj, ma shumë se sa prindët e ti, ma shumë se fëmijët e ti, ma shumë se sa familjarët e ti, ma shumë se mbar njerëzimin, të dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga sa i shkak që na mësoi këtë mësime, i shkak që na tregoi rrugën e xhennetit, i shkak që na mësoi çdo të mirë, i shkak që na mësoi çdo të ligj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qetësoi Thaubanin dhe i tha, kur e lexoj fjalën e Allahut, ata të cilët e respektojnë pejgamberin Allahut, do të jenë me pejgamberët e Allahut, do të jenë me besnikat, do të jenë me shahidët, do të jetë me njerëz të mirë. Pa qëtër me qenë njëni prej këtire kategorive, këto janë 4 kategori që do të hinë xhennetin